Përshëndetje miq të nderuar. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Para se të filloj me videon e radhës, do ju kisha lutur që të abonoheshit në kanalin tim, që ta klikoni zilën sipër, në mënyrë që mos t'ju ik asnjë video. Për gjitha këto unë ju falenderoj dhe jam mirënjohës. Ju nuk humni kur gjë, kurse për mua kjo ka një domethënie të madhe. Këtë video të cilën dëshiroj sot ta ndaj me ju, i kam dhënë titullin "Kush është preokupimi im?". Kush më preokupon dhe kush nuk më preokupon mua. Mua më preokuponi ju njerëzit e mirë. Ju njerëz që jeni të drejtë. Ju njerëz që jeni të pastërt në shpirt, në besim dhe në vepra. Ju që jeni të sinqert dhe që jeni modest. Sepse besimi, modestia, sinqeriteti dhe drejtësia janë tipare të veçanta, të cilët e kalitin dhe eskalitin një personalitet. Ndaj unë dëshiroj gjithnjë të jem pjesë e këtij grupi të njerëzve. Mua nuk më preokuponi ju që visheni me petkun fetar, por jeni profitar. Që shpërfaqni devotshmëri, por jeni dinak. Që rini urt, por jeni tinzar. Që tregoheni të përmbajtur, por natë ditë shpifni dhe përgojoni. Nuk më preokuponi ju që krejt diçka tjetër flisni e krejt diçka tjetër punoni. Allahu në Kur'an na thot: mos i flisni fjalët për veprat të cilat ju nuk i punoni. Ndaj ti, vllai ndershëm, mlidh mend. Nuk më preokuponi ju që në emër të profetit e manipuloni masën. Në emër të Islamit i forconi interesat e juaja, materialiste, komercialiste, interesat e çdo pore të kësaj bote. Kurse ju vazhdoni të shitni moral, i përbuzni dhe i injoroni tragjedi gjithandej ku ndodhin. Që sot vetëm njeriu që nuk ka tru në kokë, që nuk ka 2 gram moral, mund të veproj ashtu si veproni ju. Vetëm me të vetmin qëllim të mos ju ik as euro, as dollari. Përndryshe, si do e sqaroni ti ju para Allahut ditën e gjykimit çështjen e disa vendeve të zjarta në tokë, ku çdo ditë vdesin nga 130 fëmijë, drejt për drejt të bombarduar nga granata, nga bomba, nga shtete fashiste. E për ju, me rëndësi është të funksionoj rruga ajrore për në Mekë, që të shkoni sa ma shpesh në umre, që të shkoni sa ma shpesh në haç. Për këtë kohë, ndali pak dhe mendoni bre. Po sikur ju t'i kishit familjet nën zjarë, 24 orë resht, a do t'ju shkonte mendja të organizoni shëtitje për umre? Ti manipuloni njerëzit deri në atë mas sa t'ju thoni: shikoni, prej umres deri në umren tjetër ju shpërlahen, ju lahen gjinahet. Cilat gjinahet? Cilat? Kjo është tokë. Këtu nuk jemi ne në xhenet. Këtu duhet punojmë për të shkuar në xhenet. E nëse këtu do sillemi vetëm si misafir për t'i marrë do benefite dhe do interesa, wallahi, druaj se xhenetin nuk do e shohim me sy. Don ti që familja jote të mos jetë i sigurt, por ti të shëtisesh, të shkojsh në Mekë, të hash 3 herë në ditë mish, të gjezdisesh, të ngresh duart ka qielli, të lutesh gjoja, 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 kinse Allahu ti fal, ti mëshiroj, ti begatoj, ti shpëtoj muslimanët. Musliman është emri, por për musliman, wallahi duhen pikspari një herë do punë, të pastrohet shpirti, të pastrohet egoja,
të jesh imoralshëm. Pejgamberi Allahut 13 vite me radhë në Mekë, ai predikoi vetëm moral dhe ju tha njerëzve, jam i dërguar që t'i përmisoj karakteret e njerëzve, virtytet e njerëzve. 13 vite bre. Mbas 13 viteve ju bën obligim. Ramazani, haxhi, zeqati, namazi. Pra, nuk ke karakter, nuk ke moral, nuk je i virtytshëm. Krejt është zero. Mua të vazhdoj. Nuk më preokuponi ju që visheni me petkun fetar, por në realitet jeni zullumqar dhe bukshkelës. Mua nuk më preokuponi ju që vlerat fetare i keni shëndruar në maskare, për të cilat as pak nuk ju vjen as mbare. Të gjitha këto ju i bëni ashiqare, por poplit budall akoma i duken se janë hajgare. Ata do të reagonin ndryshe, sikur të kishin njohur kush janë vlerat fetare. Deri në videon e ardhshme, ju përshëndes, Zoti ju ruajt, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.